Është zhvilluar këtë martë seanca gjyqësore në gjykatën e Lezhës për portugezin Ruben Saraiva, i akuzuar për vrasjen e biznesmenit Ardiani Kulaj në Shëngjin në prill të vitit 2023. Në seancë mbrojtja paraqiti konkluzionet përfundimtare. Avokati Kujtim Çakrani deklaroi se nuk ka asnjë provë që implikon klientin e tij në këtë ngjarje dhe kërkoi pafajësinë e tij. Ai shtoi gjithashtu se Saraiva është diskriminuar gjatë qëndrimit në burg nga drejtoria e burgjeve. Sipas avokatit Çakrani, veti pandehuri deklaroi në gjykatë se mbahet padrejtisht në burg duke pretenduar se autoritetet e dinë kush janë autorët e vërtetë. Ne kemi kërkuar pafajësi, sepse kemi të bazuar pafajësi në provat të cilët ne ka vendosur në dispozicion vetë organi i procedurës pra fashikulli hetimor dhe nuk e kemi kërkuar pafajësinë jo për forcën e zakonit, absolutisht jo. Edhe vetë i pandehuri Ruben Saraiva ka folur dhe ai rreth 20 minuta ku ka kërkuar edhe ai pafajësi sepse nuk rezulton dhe tha që unë nuk kam pjesë dhe nuk kam gisht dhe nuk kam arsye mbi të gjitha që unë ta kem kryer këtë vrasje. I gjeni personat kush janë dhe gjeni arsyet reale pse ka ndodhur kjo vrasje. Kështu që ne duke bazuar te pamjet filmike, te dëshmit, tek të gjitha aktet e ekspertimit biologjik, daktilografik apo kriminalist, ne nuk rezulton që Ruben Saraiva të jetë personi, po, rezultojnë persona të tjerë në fakt, në dosje, por nuk kanë ngritur akuzën prokuroria për këtë, por vetëm për Ruben Saraiva. Kështu që ne jemi sigurisht besojmë tek një vendim i drejtë i gjykatës ku të jetë pafajësia. Dhe vetë Ruben Saraiva sot ka denoncuar edhe një fakt tjetër, ka denoncuar diskriminimin që atij po i bëhet në ambientet e paraburgimit, një diskriminim që po zgjat rreth mbi 2 vite. Ai ka denoncuar diskriminimin e drejtorisë së burgjeve dhe vazhdon që të jetë në një izolim total. Ju e dini çdo thot izolim, pa patur asnjë kontakt me asnjë person dhe ka denoncuar këtë fakt. Kështu që edhe një herë tjetër gjej rastin me anë të medias me ju që ta denoncojmë edhe një fakt tjetër dhe kjo nuk vjen rastësisht ky lloj diskriminimi që i bëhet Ruben Saraivës, vjen për arsye që prokuroria nuk ka prova dhe detyron atë që ai të jetë në pozita të tilla, të pabarabarta diskriminuese, që nesër të ketë një dëshmitar ose një bashkëpunëtor të pa të drejtësie. Por gjithsesi ne jemi këtu dhe presim pafajësi për Ruben Saraivën. Ai tha, ju tha e dini shumë mirë tha, dhe unë tha e dini shumë mirë kush janë autorët tha, dhe ju doni të patjetër që të më vendosin mua në një pozitë të vështirë, për të cilin shumë mirë e di edhe policia, e di edhe gjykata, e di edhe komuniteti kush janë autorët. Dhe kështu që ai vetë është i bindur që nuk është aty dhe ndoshta edhe mase e di kush janë autorët, por kaq ka thënë për gjykatën në fjalën e tij të fundit, të cilën e ka gjithmonë i pandehuri. Seanca radhës është caktuar me 25 mars, ku pritet vendimi i gjykatës.